Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e madhruar e falenderojmë vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lutim Allahun xhallahu ala që na udhëzon rrugëve që shpihen tek kënaqësia e tij, dhe mëson që të përfitojmë nga fjalët e tij në dunjë dhe në ahiret. Dorso ne sonte me lenin Allah të vazhdojmë me komentin e surës El-Lejl, pas që kemi filluar në takimin e kaluar komentin e kësaj sure dhe kemi mbetur në gjysmën e saj. Kemi rënë se kjo sure të ndërlozur fillon me betim, dhe të kemi sqaruar betimet dhe për çka Allahu betohet dhe ndërlidhjen e betimit me vetë. Dhe kemi përmendur se Allahu xhallahu ala në këtë sure na udhëzon rreth aktivitetit jetësor, ka duhet të orientohet njeriu. Jeta është begati e madhe, jeta është mundësi e madhe. Prandaj njeriu me të fiton shumë, ose Allah na ruajt humb shumë. Njeriu përmes jetës, përmendoni, arrin që të bëhet nga më të dashnit e Allahut, po edhe përmes jetës arrin që të bëhet nga ata që derdhen me të hidhrimin dhe dënimin e Allahut azza wa jall. Njerëzit e pinë të njëjtin ujë, e thithin të njëjtin oksigjen, shkelin mbi të njëjtën tokë, por dallimet mes tyre janë më shumë se apo më larg se dallimi mes lindjes dhe perëndimit. Andaj për këto dallime flet surja Lejl dhe si duhet të pozicionohet dhe ku duhet të rreshtohet besimtari në kuadrat e këtyre dallimeve. Dhe çfarë bën me u dallu njeriu prej tjetrit. Kjo sure të ndërruar si çdo sure e Kuranit, por sinqerisht them kjo sure është shumë praktike, është shumë, domethënë, me udhëzime të prekshme, konkrete për jetën tonë. Fa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna. Ai që jep, ka frikë Zotin, ruhet i kujdesshëm dhe pohon dhe vërteton që Allah ka kërkuar prej tij. Kaq. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna. Edhe kundërta, ai që është koprac, do shtrënguar dhe ai i cili domthon dhe të mjaftohet me atë që ka, nuk i duhet Allahu azza xhel, Allahu na ruajt, dhe e mohon atë që duhet pohuar. Dy kategori që flet për to surja El-Lejl. Nëse e shikojmë të ndërlozë në rrjedhën e kësaj sure që nga fillimi deri në fund, do të shohim se një nga çështjat kryesore që kjo sure i trajton është pasuria. Andaj kush jep, kush nuk jep, bujaria dhe kooperacia, kështu me radhë. Dhe gjithashtu edhe vijimi i surës ndërlidhet me pasurinë. Prandaj Allahu te barekuhu teala na përmend se shpesh herë pasuria është, domethënë, një sebeb kryesor, një faktor i rëndësishëm i pozicionimit të njerit. Dikush për shkak të pasurisë mund të huqë pozicionimin. Nga se pasuria të ndërroz mund të bën koprac. Pasuria mund të bën që të mendon se me pare ja del në gjitha situatë e jetës tij. Pasuria mund të shpije në arrogancë deri në atë nivel që të mohon që Allah ka kërkuar prej tij që të pranon të pohon e të beson. Edhe në anë tjetër, pasuria mund të bën njeriu shumë të dashur tek Allahu azza xhel, nga se pasuria është diçka e dashur për njerin. Dhe është një test për njeriu, që njeriu përmes saj realisht dëshmon për kushtimin ndaj Allahut, sinqeritetin ndaj besimit në Allahun xhallahu ala apo edhe në të kundërtën. Prandaj njerëz me besim kanë arritur që pasuria të jetë në favorin e tyre, por edhe për shkak të pasurisë ka njerëz që e kanë lëshuar besimin në Allahun te barekuhu teala. Andaj vazhdimi i surës fokusohet në këtë çështje shumë, edhe pse fillimi i saj të ndëruar vëllezër na përmend dallimet e njerëzve për shkak të pozicionimit të tyre në raport me dunjon, në raport me pasurinë. Dhe Zoti një prej domethënë çështjeve elementare në jetë, të rëndësishme në jetë që na duhen shumë është si të pozicionohemi kaq dunjos. Zakonisht këtu ka qenë huqja e njerëzve, ose kush ja ka qelluar këtu ka arritur suksesin. Si me majt qëndrim ka shik kësaj bote. Si me e përdor këtë dunja si një mejdan të fitores, edhe të sukses edhe shpëlimit. Si me uruj që kjo dunja mos na gëlltit, dhe mos na rrëmben, dhe mos na bën me mendu se këtu është ajo që e kërkon njeriu. E arritshme është ajo lumturia që njeriu e kërkon dhe e synon. Andaj gjitha këtu pozicionime janë të rëndësishme, për shkak se varet orientimi i jetës, po edhe ka plan menaxhimi dhe jeta e tij në tërësi.
Andaj Allahu xhallahu ala përmend se wama yughni anhu maluhu idha taradda. Këtu kemi met. Ai që nuk jep, ai që është dështrënguar, duke menduar se me pasuri do të bën zgjidhje. E Allahu thot, zgjidhja është në dhënje, jo në mbajtje. Domethënë, zgjidhjet vijnë si pasojë e dhurimit, si pasojë e bujarisë, jo si pasojë e dështrëngimit. Ky është koncept më rëndësishëm që Allahu xhallahu ala e përmend në surën El-Lejl. Dhe pastaj Allahu thot: "Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda." E çfarë i kryen punë atij pasuria kur të hudhet në dënim, të hudhet në varr apo të hudhet në zjarm të xhenemit. Shkoni këtë pyetje madhore që Allahu xhallahu ja bën çdo kujt. Çka të kryen punë pasuria? Çka të kryen punë pasuria? Të cilën e ke ruajtur për veti, të cilën nuk e ke dhënë, nuk e ke ndarë me të tjerët, si ke ndihmu të tjerët, çka të kryen punë apo? Kur shkon në varr, çka merr me veten në varrin tënd? Në varrin tënd do të marrësh shpërblimin e bujarisë, dërdhënjes, kontributit, por jo parat, jo shtëpit, jo kerët, jo që ke pasur, smirë me veti. Ato gjithë njerëz i kalon të pragu i varrit. E pa sa njerë është i pasun, sa një mund të ketë shumë qështë në këtë dunja. Mi për të këvarri, gjithë të ndanë për ti. Gjithë shka mërë fund. Apo? E Allah i thëtë për këtë ditë, në regull, pa ka ere kërë një në diskutim me dikant, është në regull. Si kompromisi dialogut, pa e përën që kështë të vërtet. E kja? Hajde po themi kushtimisht, se pasuria të ka kry punë për këtë që ke pasë në dunja. E përse nuk o që shtu? Dhe shumë njerëz të pasur miliardera, po nuk mund të zgjidhin problemet caktuara me parat e tyre, nuk mund të zgjidhin. Nuk mund ta fiton ndoshta edhe zemrën e fëmijës tij, nuk mund ta fiton. Subhanallah. Nuk ke të parat më dhon, fëmia e tij është ai që ka më kundërshtuar, nuk e don. Ik me tij. Ne kemi raste të shumta që lexojmë për këto situata. Dhe nuk blet gjithçka me para apo. Pse është e rëndësishme, është e dobishme, është domosdoshme. Dërga asaj nuk mohohet kjo, por duhet të kemi një pozicionim të dur kash i parës. Kjo është problemi. Ka shi materiales. Jo distancë e tepruar, e as afrimi i qërëtitve i tepruar, as kja as ea, mesatarja. Aja që në mundësën që ta shfrytëzojmë, ta dominojmë, po aja nuk na posedan. Nuk na orienton jetën, po ne me te e orientojmë jetën. Kjo dalim mes besimtarët edhe të tjerëve. Andaj po themi kushtimisht, në diskutim e sipër, që paraja krejt punë dunja t'i ka kry. Këtë që ke pas në vepë, në regull, e në varë kushti krymë punë, e dy gjykimit kushti krymë punë, e qëtër ku i ki parat, ku i ki kartelat, qëtëherë, ku i ki e, në kuptan? Shë kjo pyjtjeve disu se goditëse, lapot në regull, ti ka qeni bindur, se me para krejt problemet kimi zinë dunja, në regull, nuk o që shto po që e pranojmë, e në varë, e kur të bikëshat jetën e qamër me vetën, kur dajsh për Allahu të bare këtala, ku janë parët, ku është pasuria, ku janë kartelat, ku janë shtëpite, ku janë ato? Wama yughni, Allah, skryjmë punë atje, skryjmë punë. Kërë Allah gjithë në vala, unë kam qenë, ku janë? Të shumë, ku janë? Ndaj, të ndrozër, kjo është pyetja e madhe që e bedison besimtarin që ta kupton rëndësinë e pasurisë, nga një ranë, dhe të kupton pastaj mënyrën e shfrytëzimit të saj. Wama yughni anhu maluhu idha taradda. Kur ti hudhet, edhe kjo hudhja, kemi thënë se ka lidhje të ngushtë me përmbajtjen e këtij ajeti. Sa ai ka dashur me këtë pasuri të ngritet, ka dashur autoritet, ka dashur famë, ka dashur lartësi. E Allah thotë, rënja do të jetë e dhimbshme. Do të jetë e dhimbshme. Inna alejna lal huda. Tash të ndërruar, Allahu xhallahu ala përmend se ai na ka krijuar. Ai na ka dhënë të gjitha. Dhe ai do të na merrë në llogari. Dikush e ka kuptuar këtë seriozisht. Dhe është pozicionuar si duhet. Ka dhënë, ka besu, është ruajtur, ka vërtetuar kështu më radh. Kjo është njëri. Tjetri nuk ka çështë. Allahu xhallahu ala shikoni kujdesin e Allahut për njërin. Allahu do xhallahu ala me e arsyetu. Do të thonë kujdesin për njerëzit, duke i thonë se
ky i cili kështu e ka kuptu pasurinë, ky i cili nuk ka dhonë, ky i cili ka mohu, apo nuk ka qenë i privuar nga diçka që ky që ka dhonë e ka pas. Për shembull, ky i pari që ka dhonë, ky i pari i cili për shembull ka vërtetu, ka besu, ka pohu, është ruajtur, është kujdes, ky për shembull kushtimisht ka pas një mësim caktuar nga i cili ku i privu i dyti. A është kështu? Ja, nuk është. Inna alejna lel huda. Allahu thot, na kemi marrë përsipër udhëzimin. Domthon Allahu xhalla xhelaluhu nga kujdesi i tij për njerëzit që të pozicionohen si duhet, që të marrin rrugtimin si duhet, që të orientohen si duhet, që të ashtojnë pasojë si duhet, Allahu unë vetë ku marr përgjegjësinë e sqarimit të së vërtetës. Kush e ka mbi vete shpjegimin, sqarimin, shtjellimin e të vërtetës, kush? Udhëzimit, kush? Allahu azza. Andaj Allahu ka dërguar pejgamber, ka zbrit libra, veç më na mësoi që këtu duhet, jo këtu. Inna alejna lil huda. Na kemi përsipër udhëzimin. Është vërtet që edhe udhëzimi praktik njëri ka orientuar në dorë të Allahut azza xal. Por të Allahu flet për një udhëzim të një niveli tjetër, të nivelit të shtjellimit, të nivelit të sqarimit. Dhe kur Allahu xhallahu ta ndërrua thot, na kemi marrë përsipër udhëzimin e juaj në aspektin e shtjellimit, e shpjegimit, çka nuk kupton kjo? Kjo garancë që Allah jep nuk kupton 3 garanca tjera. Në përgjithshme se mund të degëzohen edhe më tepër. Garanca e parë, kur Allahu garanton se na kemi marrë përsipër udhëzimin, nuk kupton se do të keni udhëzim të kompletuar për këtë çka ju duhet. Sikur të kish me marrë dikush nga njëtë udhëzimin, a do të kishte garancë është i kompletuar? Jo, nga saj do të përpilon të udhëzim përputhje me situatën e tij, përputhje me njohuritë e tij, me rrethonat e tij, normal, që gjithmonë do të ishte i mangët. Nëse Allahu xhallahu ala, domthonë është i gjithdijshëm. Ai, domthonë dia e tij përfshin gjithçka ato. Andaj Allahu te barekuhu teala nga e përsia mbi krijesat ka marrë përsipër udhëzimin e juaj, shtjellimin e të vërtetës, shtjellimin e udhëzimeve, e që në këtë garancë ka një garancë tjetër që ju bën me qenë të sigurt se udhëzimi i Allahut është i plotë. Ai Allah që ju ka mësuar si mu fal, ai Allah që ju ka mësuar si më agjëru, ai Allah që ju ka mësuar si me urujt nga punë të këqija, ai ju ka mësuar edhe si me fitu dhe si me shpenzu. Ai ju mëson se e ti është e tëra. Ai e din më së miri se të rrugët e duhura që nëse i ndjekim, arrim tek sukseset e kërkuara në dunjë dhe në ahiret. Inna alina lil huda. Na kemi udhëzimin dorë. Na kemi dorë udhëzimin. Andaj është i kompletuar. Kështu që njeriu të mbetet me e ndjek udhëzimin, jo me diskutu udhëzimin. Nga se s'ka hapësirë për shtim e as s'ka hapësirë për të largu diçka për mangësi. S'ka hapësirë. Allah inna alejna mbi ne është, s'është e juaj. E ju është me ndjek udhëzimin. Udhëzimi që Allah e ka dërguar është i plot. E para. E dyta të ndrozë që është garancë në kod të kësaj garancë është se udhëzimi i Allahut xhallahu ala është i shkoqitur, i shtjelluar, i shpjeguar mjaftueshëm që na duhet për çdo situatë. Nuk ka asnjëherë në asnjë kohë që musliman mund mbeten të hutuar në situatë caktuar pas gjithë nga shpallë Allah te barekuta, e pamundshme. Si kanë me zbatu ata atë kërkesë, atë shpjegim është çështje tyre, po nuk mund mbetemi në errësirë në periudha caktuara kohore, pse nuk ka dikush që e shpjegon çka Allahu ka kërkuar pe neve. Pamundshme. Allahu ka dërguar pejgamber dhe pas pejgamberëve është kujdes Allahu që të ketë trashëgimtar të pejgamberëve, dietar të vyshëm, të zellshëm, të dijshëm, që vazhdojnë me përcjell trashëgimin e pejgamberëve në shpjegimin dhe shkoqitjen e ajeteve të Kuranit. Ka kështu gjithmonë ka pas. Prandaj të ndrozur u dek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo tabenda ai u ka mungu diçka nga shpjegimi, ai ka mungu diçka, urgjë. Absolut, këtë ka qenë plotësuar sa duhet. Sahabët u kanë përcjell dhe u kanë shpjeguar pikë për pikë këtë që i duhet. Mirë, kur ka ardhur tabin tet, ai u ka mungu diçka. Kur është ka mungu? E me radhë, asgjë apëtër. Por pastaj, pse njerëzit e kanë ngarku vetë në tyne
me qasje të caktuara, e këtu i kam privu nga kuptimi, këtu në tema tjera pastaj, në tema tjera. Dietarët e kanë shpjegu, e qartësuar është, e shpjeguar është, por të ndrozër, kush i ngon dietarët? Kush e merr për një që ka thojnë? Kush e merr seriozisht? Pastaj këtu në çështje tjera pastaj. Mirë, po është e shpjeguar, është. Andaj në kuadrën e Allah, inna alena lil huda, ne kemi marrë përsipër, domthonë në kuadrën e kësaj hyn edhe shpjegimi dhe shtjellimi. Nuk mund të jetë e pranueshme që Allahu te bartona e ka zbritur udhëzimin, po pastaj interpretimin e tij me lojë mes njerëzve, kush don me çu don. Ky s'bot udhëzim, ky bot devijim dhe lehthitje. Po, a kanë mundësi njerëzit e caktuar me keq përdor dhe me keq kanë mundësi? Mirë, po a kanë mundësi njerëz të tjerë duke ndjekur standardet caktuara me ditë se kush është i sinqert e kush nuk është, edhe kjo është e mundshme. Dhe kjo është e mundshme. Dihet sa të ndrozur. Dihet se për shembull kush e ndjek vijën e dietarët të hershëm, kush është trashëgimtari, e kush ai që do me ndërhyj në trashëgimi pa leje ata. Dihet apo? Tash të ndrozën nëse një pasuri është trashëgu brez pas brezja, po. Dihet kush është trashëgimtar të kësaj, dihet kush është djali, kush është këto dihen apo? Pse dihen? Po për shkak se janë disa standarde, disa domethënë kritere që përdor me ditë se mirë do me hi njëse dhe kojshia, studente jam. Ai me mashtrim letrash mund me hi, ama vetëm si mashtrues, si kontrabanduar, po jo si trashëgimtar legjitim. Andaj ka disa njerëz që fatkeqësisht ndërhyjnë në interpretimin e ajeteve si të kontrabanduar, duke anashkaluar rregullat, duke anashkaluar trashëgimin, duke anashkaluar gjitha ato që dietarët kanë përcjell. Ata nuk mund të jenë trashëgimtar legjitim, s'mund të jesh. Për faktin se ti realisht ke ndërhyjë në të kontrabanduar në trashëgimi. S'ta kanë. Është një rrjedh, ka dalë ndër rregulla që është bërë trashëgimtar legjitimi, trashëgimi sa asaj që dietarët e kanë lënë apo. Për të vazhduar tutje shpjegimin, shtjellimin e udhëzimit. Kështu që nuk mund të jetë çdo kush ai që e ka të drejtën e interpretimit. Nuk mund të jetë. Janë disa rregulla që dietarët kanë përmendur, kush mund mirë me këtë çështje, kush ata që na shpjegojnë, kush ata të sigurtit, kush janë, i dimna. Prandaj Allahu xhallahu kët umat nuk e kalon pa udhëzim. Pse kalon? E sa përfiton umeti nga ky udhëzim, pastaj është në përgjegjësi tyne. Mirë po, me dash me udhëzu, me dash me di çush më apo, e mundshme është. E mundshme është. Inna alina lil huda. Të gjithashtu të ndrozur, kthehemi i kompletuar, i shkoqitur, i shtjelluar. Dhe e treta garancë për këtë që Allahu xhallahu ala e përmend këtu që mund ta marrim nga udhëzimi që Allah ka bërë është për çdo kohë dhe për çdo vend. Gosh më dykëmot po i shtjelluar sa i po për atë kohë. Për këtë kohë, ja, çdo kohë çdo vend. Udhëzim i mjaftueshëm për çdo kënd. Inna alena lil huda. Allahu te barekuhu te ka marrë përsipër udhëzimin e njerëzve në kuptimin e zbritjes së një tërësie mësimesh, udhëzimesh që njerëzit përmes këtyre din të pozicionohen, din të ndjekin në rrugën e drejtë, din të shkojnë tek Allahu xhallahu ala e ai kënaqur me ta. Pastaj Allah thot: "Wa inna lana lil akhirati wal ula." Në dorën tonë e jonë është edhe ahireti, edhe e para. Do më shikoni të ndrozën njeriu si është i rrethuar nga gjitha anët. E kam pranë disa raste i kujtohet ka herë kur lexon disa ajete caktuara, domthon sikur se thonë dorzohu. Do të çoj durt. Ka kimi amojta. Ka kimi shkuat. Ka kimi shkuat. Dorzohu, që ta është Islami dorzim, aslim. Dorzohu. E shikoj këto i thonë dorzohu. Çu dorzohu? Nëse mendon se ki arsye mos me ndjek udhëzimin se ke ditë s'munësh. Se munësh me ditë. Nëse mendon se mund t'jesh mbi udhëzimin me një hisë dunjas që e ki të vogël, në atë që ne kem edhe këta dhe atë ketën tonat, na bëjmë çka dojmë ato. I rrethuar je. Edhe në kuptim të shpjegimit,
po edhe në kuptim të posedimit, të dyja janë tonat. Të Allahut azza wa jalla. A ku kemi shkuar? Ku kemi shkuar? Nëse don udhëzim, ja ku e ke. Nëse don shfrytëzim, ja ku e ke. Ama don rebelim, edhe e përsia dominim mbi udhëzim dhe mbi atë që Allahu xhallahu ala ta ka mundsu, kemi dështu se e jona është, nuk mund bëhet e jotja. Wa inna lana lil akhirata wal ula. Shok të Allahu xhallahu ka përmendur mas pari ahiretin, pastaj ka thonë ula. E jona është ahireti dhe e para. Shikoj dunja, se kanë dunjaja është e jona, e para. Apo ajo e para që një kon fillim atje apo? Do të thonë të ndrozë njëri kur shkon në ahiret ka me harru knatësinë e dunjas që ka qenë apo. Apo e para fillim, po fillim kujtohet me e para kon. Veç si kujtim apo. Sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ditën e gjykimit do të mirret njeriu më i ndoshta i kënaqur në dunja, në kuptim të begative, mirësive të shumta, rrugtimeve, dëfrimeve, pushimeve, shëtitjeve, më i kënaquri, njëri më i domon llastuar në dunja, kështu po them kushtimisht. Gjithçka ka qenë në shërbim të tij, gjithçka. Një hudhje dhe prekje e zjarrit i harron këtë. E pyet Allahu azza, a e kënaq në herë? Thot kur jam. Po e kon e para, kon herë më kujtohet, kujtimet. Nuk mbet asnjë ndjenjë, asnjë pritim nga ajo. Ne shikoni këtë kujdes të Allahu xhallahu ala që të përvetësojmë këto realitete e të bëjmë pjesë të mendimit tonë dhe të cilës tonë. O inna lana lil akhirati wal ula. Neve na takon kjo. E jona është. Shikoj tash goditin e tretë të radhës për dorëzim. Allah, mas gjithsoj me rezistru, atëra mbetet veç me gjynëzu tani praktikisht me dënim Allah në rritën. Të kena udhëzu. E jona është, na ta kemi dhonë, atë sa kemi dashtë, ta marëm na kur dojmë. Kupton ku jeti, dërzohu. Fa andhartukum naran taladha. Dhe gjithashtu Allah thot në vazhdim, fa andhartukum, wa kam të reqë vrejten nga zjarri që djegë fort. Do më thonë të ndërozër, tema e gjehnemit është tem e pranishme gjithmonë, nuk mund të anashkalohet. Dhe shikoni Allahu te barek o taala me cilën kategori po komunikon, apo kuptoni? Se na ka herë mund të ndodhë që, do më thonë, trajtimin e temave të gjehnemit të bëjmë në mënyrë selektive, në bazë të kategorizimit të njerëzve. Në çfarë kuptimi? Dikush për shembull, nëse bëhet fjalë për njerëz të shtresave të larta ekonomike, sociale, akademike, apo sa më pak xhehenemi se mundën mu preka. Ndërsa musliman që i falin 5 vakte në sa të para, ata ngarkoj me xhehenem se e bojnë këta. Allah këtu ne po i thot. Allah po për njerëz që kanë parë shumë, kanë pozitë shumë, qëta, thot, ju kom thonë që ju që në xhehenem. A ka urësit ashtu? A është kjo urësi? A mund? Kush gëzon këta me kontestu? Fa andhartukum, ju kom thonë që ka xhehenem. Fa andhartukum naran taladha. Ua kom tregj vrejten për një xhehenem që djeg fort. Taladha është djeg fort. Në pas i kompromis. Mirë, po në këtë vrejtë që Allah të rikë, ka edhe në oncat e dashnisë, mas halon dunja jemi, fa andhartukum. Se indhar i bjen kur dikon e këshillan dhe e paralajmëron pse e dën. Çka është indhar? Që ta pejgamberi se ka pasamin? Nedhir, ai që ka treg vrejtën, jo pse i ka urrejt, po pse ka dashmi po të udhëzuar. Edhe Allah ditën e parë i ka thonë, ja ju hel mudaththir kum fa andir, o ti mbuluar quë edhe treke vrejtën, po treke vrejtën me dashni, le të bindë ata se ti ke ardhur për të mirën e tyne, e ata ty s'duhen kurrë. Veç i sinqert, jo do të mirën, çka i ndharr. E Allah të fa andhartukum. Andhartukum, ua kam trek vrejtën me shumë butësi, me shumë dashamirësi, me shumë shirë, me gjitha këto shpjegime, me tërë këtë kujdes, mani se mund të përfundoni keq. Mos u rebeloni, mos u tregoni kaq agresiv, mos kaq mendje mdhej, mos kaq shpërdorues, mos kaq të shfenuar, mos fa andhartukum naran taladha.
Andaj të ndërlozër, kujtimi i besimtarit për xhenemin duhet jetë i prenshëm gjithmonë. Duhet jetë gjithmonë në vëmendjen e tij. Dhe asnjëherë mos më përjashtu mundësinë e prekjes me të Allahu na rujtë. Dhe gjithmonë të jemi të bindur se largohemi nga ky kërcënim vetëm me udhëzimin e Allahut te barekutaala. Prandaj të ndërrozë kur Allahu xhallahu ala përmend inna ala lil huda, na e kemi udhëzimin, edhe atë të riku vretën nga zjarri, po çka më kuptu kjo? Se ju kom dhënë mësimet mjaftueshme që muni larg me konktina e para. Dhe e dyta, nuk ka tjetër udhëzim që u shpëton për kësaj pozitive. S'ka alternativë. Pas shpalljes, pas udhëzimit të Allahut azza wa jall. Dikush mund të bëjë një udhëzim të çora edhe një mitër me pështu për xhenemit, ama pse na duhet më ngu pejgambert? Pse na duhet më ngu një njeri? Pse na duhet më ngu hoxhin? Pse? Na vetë e gjem një rrugë, e qelëm edhe a ka mundësi? Kjo së rrugë e hoxhës, as e ulemave, kjo rrugë e Allahut azza wa jall është. Flas për ata që flasin për rrugën e Zotit xhallahu ala. S'ka alternativë në Zot. Çka është? Çka është? Që Allahu xhallahu ka pranë. Allahu fa andartukum naran taladha. Vije kjo informat, ky lajm i rëndësishëm pas garancës për udhëzim. Udhëzim ka mjaftueshëm, shpjegime ka të mjaftueshme, argumente ka të mjaftueshme, të gjitha mjetet e duhura për ta kuptuar shpalljen, ua kam dhënë mendjen, natyrshmërinë nga brenda, nga jashtë pejgambert, dietarë shpjegimet, argumente vazhdueshme. Pas tërë kësaj, me mbet njëri i mbyllur brenda materializmit të egër të vrash, duke mos dëgjuar kurrë çka vjen nga jashtë, është kogja cip e trash. Apo, prandaj aja ka trosh këtë cip që nuk dëgjon. Përndryshe Allahu te barekutaala mjaftueshëm e ka paralajmëruar për një përfundim të dhimbshëm që ka mundësi me ardhë nëse ai nuk i merr seriozisht udhëzimet e këshillit të Allahut te barekutaala. Allahu thot la yaslaha illa al-ashqa. Do të thonë, pasi Allah përmend se dikush ka mu djeg, dikush që ti ka me shku, se tash Allah në rujt në mos me ka, ama dikush ka me shku, dikush ka me përfundu. Kush është ai? Allah thot, la yaslaha illa al-ashqa. Nuk digjet në këtë zjarr të ndezur fort, pos ashqa. Çka është ashqa? Mas pari të ndrozër, shikoni Allahun azza wa jall çfarë edukatën na mëson. Po flet Allahu xhalla xhelaluhu për njerëz që kanë me përfunduar në xhenem. Po na kallzon, a din Allahu kush ka me përfundu? Po e din. Nuk flet Allahu xhalla wala për gjuhën e tyre. Nuk flet Allahu për ngjyrën e tyre. Nuk flet Allahu xhalla wala për prejarën e tyre. Flet Allahu për kohën ku kanë kurrë nga se asnjë nga këto s'është më rëndësi. Asnjë nga këto nuk është sebeb që ata janë në xhenem. Absolutisht. Asnjëherë kurrën e kurrës nuk mund të jetë sebeb gjuha e dikujt që më shkon në xhenem. Kurr. Absolutisht. As kë Allahu në Kur'an nuk e qarton, as nuk e përmend si i shëmtuar, i dënuar, i devijuar për shkak të gjuhës që flet, për shkak të ngjyrës që ka. Absolutisht. Përkundrazi, Allahu gjuhën, ngjyrën i përmend si argumente të fuqisë Allahu xhallahu ala ka pas fuqi të na ndan në gjuhë të ndryshme, në raca të ndryshme, e pastaj bashkë me vetë. Kjo është fuqia e Allahut azza wa jall, që është argument për neve. Të besojmë në Allah ti bindemi. E jo sebeb për të urrëti dikën apo për të ndapë dikujt, apo për të shkaktuar dhimbje dikujt fatkeqësisht për shkak të ngjyrës së lkurës që ka, apo për shkak të gjuhës që flet, apo për shkak të prejardhës së tij e kështu me radhë. Shka Allah xhallahu këtu sot, këtu ka mu djeg për shembull filan fisi, filan kombi, filan populli, filan gjuhë. Ja, këtu Kur'an s'ka kështu. Këto ndarjes nuk ekzistojnë Kur'an. Dhe të ndrohet vëllazër, lufta kundër racizmit e drejt njerëzit janë të vazhshme këtë dunjë. Allahu xhallahu ala pejgambert i ka thënë për çit punë mirë vetë përpara ato. Që njerëzit mos mundon mbi këtë bazë. Nëse kjo është dëshira Allahu xhallahu ala që të respektuar. Andaj këtu Allah s'flet për gjuhë, s'flet për këmbë, s'flet për popull, s'flet për
rath për asgjë, flet për xheneti që ai e ka zgjedhur vet. Këto ai ka zgjedhur. Kush ai? Mund të jetë edhe arab, kush është i pejgamberit, mund të jetë edhe dikush në polin verior, sa më rëndësi ku është apo. Eshka. Kush është eshka? Eshka, shekhi të ndërmëzër është kjo shprehje për njerit keq. Kjo shprehje për njerit keq. Kjo shprehje për njerit lig, dopt. I cili, do më thonë, nga ligësia që ka, përmbys kujdesin dhe i ti jemë. Shekhia. Do më thonë, njeri do në që ja ka huq në gjdo levizje, në gjdo punë. Dhe këtu ka arë në superlativ, është ka, veçaj që shumë i keq është, ama shumë i ligë dush me ko me shku në gjëhnem, subhanallah. Shumë i ligë. Shumë bukë për mësës, shumë i verber në kuptim të argumenteve, në kuptim të mirësive që Allah i dërgan, bu me ko njeri që me përfundu në gjëhnem. E këtu Allah o gjellë levar, për qëfar gjëhemi fletë? La jaslaha. Fjala jaslaha të ndërëzër nuk ka të bëj veç me dënim, por ka të bëj me përjetësi në dënim. Kështu që këtu përret Allah Gjellewala për gjëhnemin e idhujtarve, mohuzve, për gënjeshtruesve, për ta për fletë. Se në një kategori të saktuar gjëhnem mund të ketë edhe besimtar që pastrohen, për shkak se nuk kanë arrit të pastrohen në stacionet e udhëtimit deri në takim Allahun Azza wa Jall. Por ky nuk është për këtë kategori. Këtu Allah flet për ata që janë tamam banor, rezident, do të aty ata janë vendosur në lëvizje për aty të fara, që ata la yaslaha illa al-ashqa. Qase më të vërtetë në vëzër është shumë domthon i huqur, shumë është i verbër, njeriu i cili gjitha këto argumente të vazhdueshme që Allah ja dërgon, edhe nga brendia e tij, edhe nga jashtënia e tij, në vazhdimsi Allahu xhallahu ala i dërgon kujdeset dhe ai i njëran. Allahu xhallahu ja dëshmon në çdo hapësi, doptje, i rrethuari, dorzohu. Dhe ai vazhdon me rezistu. Kujt po reziston? Kujt po i thu se unë ja dal? Kujt po i thu? S'mogunesh. Djali Nuhi çka tha? Se awi ila jabalin ya'simuni min al-ma. Ky ujë që ti ai përshë çfarë uji po bën për mënoni? Ai përshë çfarë shi rrëmbysh po bën? Shikoj Allahu xhela thot krançit ujë pi tokë pi qielli. Allahu akbar. Burimet e nën tokës kanë shpërthy edhe qielli ka shujë me rrebesh. Dënim. A gjithë këtë ujë përshë që me shpejtësi të madhe po ngrit niveli i ujit, i vërshimeve ai thot unë hyj pin kodër. Fahala bainahuma al-mawj. Allahu xhallahu ka këtë me çka? Një val, në një ujë i posaçëm, e re posaçme, me marr ato me gjet ku është i mshaftë për kodra. Ja. Fahala bainahuma al-mawj fa kana min mughraqin. Allah tha, mjaftoi një val, veç aty ja kanë gjetur një val, edhe e gëlltiti ujë që vërshonte nga gjitha anët. Prandaj nuk mundesh me rezistu Allahu ta xhel. I dobti. Prandaj kime e kuptu këtë dopsi, o në dunja, o kur dalë që atje, po dorëzimin këtë botë, bën faqebardë, dorëzimin në atë botë, bën faqezi. Andaj zgjedhe veç për kur ki më dorëzu, se ti dorëzu mje, o kur i kjo punë. Ama dorëzohu faqebardë, veç, dorëzohu faqebardë, dorëzohu burnesh, dorëzohu me mendje, me në të shmëri, dorëzohu. Që kjo është apo? Andaj Allah Gjello i tha, shikoj Ibrahimit i tha, a.s. idh qalu rabbuhu aslim. Allah i tha, dorëzohu. Qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Dorëzohu. I dorëzohu me unë. Çka kemi ti Ibrahim sa e ka shpëtuar Allahu pe zjarrit e me mund ka. Këto e din që pe Allahu të na. Dhe dorëzohu. Dorëzohu e gjunzohu e porulu. Pasi i rrethuari, nga që thonet, i kapuri, ku kemi shkuar këtu? Ndaj Allahu thotë fa ndërtukum. E gjitha këto paralimrime, gjitha këto shenja, argumente, gjithë këj kujdes që Allah ja dërgon robit. Pra, përfundon që tja, që kjo është ime, Allah në rritë po shumë i pafat. Në kuptim asoj që njës të një pafata, shumë i huqër, shumë dëmon i privuar Allah në rritë. Edhe ta është pjesa e fundit e surës. Allah ta është fletë për
një anë të ndritshme. Kjo ishte ana e errët fatkeqësisht e mundësisë së përfitimit. Pat mundësi me përfitu, po nuk përfitoj. Kjo është ana e errët. Ana e errët e dështimit. Ana e errët e tendencës për rezistencë, e i rrethuar nga gjitha anët. Tash të shohim anën e ndritshme. Ana e ndritshme e personifikuar në njëri si shembull për këtë njerëzimin. Shumica dërmuese e dietarëve, madje disa ka thonë është konsenzus ijma. Disa pe dietarët e tefsirit kanë thënë se është lloj ijmai, lloj konsenzusi. Ama shumica dërmuese e dietarëve thonë se ajetet në vjen kanë të bëjnë me Ebu Bekrin radiallahu ta'ala anhu. Mirë po, është një rregull që dietarët e kanë përmendur të tefsirit se, domethënë, edhe nëse ai të flet për njëri të caktuar, mësimi është për të gjithë. Shembulli është për të gjithë. Nuk ka veç për Ebu Bekrin radiallahu ta'ala anhu, por Allahu xhallahu ala merr Ebu Bekrin shembull të anës së ndryshme, të pozicionimit të dur të njeriu që ishte nga të pasurit e Mekës, megjithatë pasuria nuk e bëri arrogant, por e bëri të dorëzuar, e të nështruar dhe bujar. Shembull të ndroz Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu. Allahu flet për të në Mekë, kemi në surja e Lejl është surja e Mekës. Surja e Mekës, në Mekë, domthonë Ebu Bekri që në fillim i ka kaluar të gjitha, domethënë, testet e verifikimit të sinqeritetit dhe vërtetësisë të besimit të tij. Prandaj e morën Siddiq e Atik, apo Atik nga kuptimet është se lironte shumë rob, pagunte. Shetën në ndonjë pe musliman duke u torturu, pagunte sa para ma jap, vel shojap. Ç'a para, el shoj. Atik, lëshonte rob shumë apo. E Allahu thot: "Wa sayujannabuha al-atqa." Këti zjarri që unë ju kam paralajmëruar, u kam tërheq vretin, se ju gjennebuha. Qëka është ju gjennebuha? Këtë kemi dy qështë shumë në nësitë në dhëzë dhe kjo shprejhëm. Gjemb i bje anë. Dhe më thonë, Allahu gjennebuha thotë, zjarri në këtë anë e kënë këtë anë. Dhe në diametrisht të kundërt. Të kundërt, qa që largë për gjenimit kjo për. Kush aje? Se ju gjennebuha. Në më filmit e ka për Allah gjennebuha fjallën gjemb. Gjemb është anë. E kundër të eksajabë, këta në gjanib, kë në gjanib, kë me njanë, kë me njanë, gjenim me njanë, kë me njanë. Kë krejt aktivitetit jetësur ka qenë në shpërputhet të plot me orientimin e gjenimit. Kë u konë komplet diametrisht në të kundër të ne gjenimit. Qëfar fuqie e orientimit në asë një hap të jetës e ti nuk ka rrit me e që orientu gjenimi me joshën e ti që s'paku dikun të jetë kaj, kur gjithë ka qenë e të kundër të. Qëka është edhe ato që Allah Gjellë ka lefdruar me të kanë? Ibrahim në nësëm, Hanifën, muslimën, wa ma kana minel mushrikin. Qëka është Hanif? Hanif është mail, ai që anën. Ka ka anu Ibrahim në nësëm? Shirku kësajt, gjithë Ibrahim në nësëm kësajt. Kur s'ka konë palë me shirkun? Kur? Gjithë ka qenë në të kundërtën e shirkut. Gjithë ka qenë i pozicionuar ka të uhidi, përmëna, so jetë gjatë ka pasë, so situata, so rëthona, so problemet ka këllurin për te Ibrahim e Sam, gjithë është pozicionu ka hana të uhidit, kur s'ka qenë ka shirë koptën. Që të Allah Gjellë thot, i që të bëhu, e ka zgjithë zoti, përdaj me u kërë shambull. Edhe Ebu Bekri, radiallahu ta'ala, gjithë më nuk oni pozicionuar në anë në duhur të rukëtimit ka kënësi Allah Gjellë u alat. E po këtë se ka rripë, so koni fort, e i meqë më bashka këtë punëve që ka bërë. Dhe Allah Gjellë Leona të ndërëzë këtu nuk thot, ose jetë e gjenë në buha, që fletë në veprimin e individit. Se folja mund tjetë të reguës se veprimin e ka kry individi, dhe mund tjetë folja në lojnë që fletë për veprimin që i është kry individit. Ai ka rrinë qatë pjesë, po dikush e ka kry qatë veprim, për ajë merit të përë. E kur Allah thot, ose ju gjenë në buha. Apo, kërë me kuptu se, dikush e ka bardë këtë anë. Jo a i vetë. Kush e ka bardë në të anë? Inna alina lë huda. Udhëzimi që ka që Allah zëtë. Ne kemi që udhëzimin ka përfitu nga udhëzimi. Në mësimet e pejgamberit sallallahu sallam e ka udhëzu Allah gjellë dhe ka qenë në anën e duhur të jetës.
me qenë në anë e duhur të rrët gjithë më është më rëndësia, vëllai në gjithë situatë, a je në anë e duhur, ka hi jam të. Dhe këtu Allah xhallahu ala shika, atje tha, la yaslaha illa al-ashqa, pas një që shumë në superlativ do fort është i keq, këtu etqa, ka ardhur në superlativ i rutur, qaq i kujdesshëm, qaq i rutur, që edhe në detajet më tim të është rutur që ta mban orientimin ka kënaqësia e Allahut azh. E kush ruhet që është të ndodhur, që kjo është teki, që kjo është ai rrugë që kemi në fillim atje. Më rujt. Ndaj sahabët janë rujtë ndrozën çështje që janë shumë më, domthon, për neve janë çështje që nuk i kushtojnë fare vëmendje. Po janë rujtë shumë. Nga se kanë ditë se çdo njollosje është e kushtueshme. Nuk i dihet domthon kostos së njollosjes. Nuk i dihet për shembull të ndrozën një shikim në haram sa është i kushtueshëm. Nuk i dim ato. Na matim me aspektin e ndarjes juridike të dispozitave. A është haram i madh, sa është haram i madh? A është haram që çon xhenem, a është shirk? Na kështu matim apo? Po këtu janë kuta të mëdha vëllazër. Këtu janë kuta të mëdha. Ja, këtu njëri mat kur fort gjëne ka hesapin apo. Ata kanë që sapi është ngusht, varri është ngusht, në varr nuk matet me kilometra, varr matet me milimetra apo. A është çdo sen në rregull që kur të hin e pas si duhet apo. Andaj të ndrozën sahabët kanë marrë domon se jeta ka qenë e çmuar, kanë marrë me peshorën e arit, ndërsa na matim me peshorën e hekurit apo. Të na s'ka 100 gram, se ekziston apo. As 1 kilogram, na me ka 100 kila, haramën e kim. Qash kur bën, është i madh apo. Ata kanë marrë me peshë, duhet ka dalë se mund me konë, me grame kanë marrë, se etqa. E ka thënë Allah azza wa jalla në superlativin e kujdesit, etqa, ma të kujdesshëm zgjon më ato. Shumë i kujdesshëm, shumë i vëmendshëm në shprehje, në komunikim, lëvizje, në qëndrim, në pozicionim, në çdo hap i kujdesshëm, ku po e vendos këmbën, shumë i kujdesshëm, etqa. E që kjo është gjithmonë diametrisht i kundërt. Andaj duhet ne jemi me punu këtë aspekt, mund të gabojmë, jemi njerëz, është normale, po të punojmë që gjithmonë ta rritim kujdesin, Kështu që të ndozër, çdo udhëzim që të mëson me e rrit kujdesin është i mirë. Çdo udhëzim i cili, domethënë, ta shpërfill kujdesin, ruaj pi tjetër. Ruani pi thirrjeve që realisht ju relaksojnë karshi haramit dhe e zbejnë kujdesin ashtu të zbejur që e kemi atë. Rujo, s'ka gale. E mujtë do të marrë me hek, sahib. Edhe të marrë e dvugleve. Pse, as bëna? Rujo. Mos leja që shejtani të na qesh, e të na lujnë nga këto porta. Apo, bërën si shirkë, mos me bo zinal, hamna s'po bojmë. Se dihet, apo, qëta s'po bëna apo. Po është udhëtimi të atje mund të konë shumë i shpejt i shkurt apo. Andaj kujdes është që ai që kujdeset shikim, ai që shikimin e ka të rujtëm, ai që prekën e ka të rujtëm, çfarë më mëna për matutje apo. Normal, kjo është normal, kjo është rregull apo. Ai që kujdeset për shkakun të ndozur për 10 cent mos me kon haram. A ka mundsi 1 euro haram me fitu? S'ka mundsi. Po ai që njësia e madhe se haramit është 10.000 euro e të naltë apo. Apo ai tani kështu ka poshtë malet i bën kabull. Për shkak se njësia e madhe se çifart e ka huqë është 10.000, tani do të i bën kabull ka pak se s'munëm gjithnjë me bopaç. Apo kuptoni? Po ky limit i 10.000 lëviz se edhe një kokë 1.000 u kon. Po tani s'ka mujt me mbajt 1.000 e ka hyrë në 10.000. E tani 10.000 është diku sonë më Allahu po presion, edhe këto të qenë 100.000 atë. Dikur s'ka limite. Veç me marr e me glabru e me fitu qysh do botë sa më rëndësi apo se koha e lyp që ashtu apo kupton. Andaj etqa, kujdes dozi. Ruje fjalën, ruje shikimin, ruje veshin, ruje dorën. Sa të kimon si rujo. Edhe sa të ruhesh kur mos mendosh se gabon. Nëse ruhesh me standardet e udhëzimit, jo të prime dvezveseve. S'po flas për vezvese më rujt njëri. Kur vezveset e dominojnë rujtjen, unë po flas kur udhëzimi e dominon rujtjen. Dallon kur ti ruhesh për shkak të udhëzimit, edhe kur ti ruhesh për shkak të vezveseve, dallon. Vezvese cytje ka njëri këtu s'po flasim për të, kjo smundje.
Ku një përsham mund të ruhet kërë tepër në pasërti, apo mund të ruhet diçka shumë në ushqim, qa po djeun, e thirë muslimani në drejkë, qa dim ku ka fitu, ku qa ka buke. Të zbank të e vezvese. Vezvese të me dyshu në ushqimin e vëllavut tonë që të ka thirë në drejkë, të e vezvese. Ama po flasë për ruajtje e cila është e udhëhequr nga shpallja, nga udhëzimit. Ruju. Çdo udhëzim që ka thonë shpallja, ruju. Edhe ruaj nga çdo kush i cili e relativizon kujdesin që e ka kërkuar shariati për të jeptë. Rujo. Atqa, se ju gjenë në bëllë atqa. Që ky ka më urujt apo. Që ky është i garantuar që ka më konë në të kundërtën e xhenemit apo. Ai sa më tepër të ndërmëzër kujdes, je ma larg xhenemit apo. Pastaj Allahu thot edhe tash praktikisht. Kjo që ka arrit këtë drejgje, qyshe ka arrit? Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Që ka për pasuria. Aja tje ka mënu që i bën zgjidhje këtë me pare. Aja tje ka mënu që me rujt se me bë me dhonë e hupi mentalitet. Kjo së që shtonë. Kjo ka përfitu nga udhëzimi. Kjo ka kuptu se dhenja nuk e pakson pasurin. Kusht ka mësu? Udhëzimi. Kjo ka mësu që nëse jap e gjonë. Kjo ke mësu? Udhëzimi. Kjo me udhëzim ka përnu. Kjo me udhëzim të Allahut. E aj me udhëzim të epshit. Andaj Allahu thot praktikisht alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që e ka dhënë pasurinë, male. Që këtu Allahu xhallahu përmend e ka dhënë këtë pasurinë. Malahu. S'ka dhënë e ka dhënë diç nga pasuria. Se në disa ajete ka, apo Allahu thot, "Wa mimma razaqnahum." Nga ajo që kena furnizuar, jo krejt, nga ajo ata japin. Nga një pjesë apo. Këtu s'po nga alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ai që e ka dhënë këtë pasurinë, apo do ka krejt me dhona? Jo të nëzë krejt me dhona, se e diçka do të më rujtë. Mirë po, dy kuptime janë këtu me rëndësimi pas parasysh. E para, ndërlidh me gatishmërinë. Ajo është i gatshëm, nëse udhëzimi e kërkon krejt e jap. I gatshëm është, në gjendje gatishmërie. Domthon ai nuk ka asnjë qasje të rezervuar as selektive ka shi udhëzimit. Udhëzimi thot jep e krejt, ai jep krejt. Udhëzimi nuk thot kështu. Pa ai është i gatshëm nëse thot me dhon krejt. Andaj ka pranë malehu. Jo ti male jep krejt pasurinë. Nëse Allah është problem me njet, edhe nëse vepra nuk ka qenë në nivel e njetit, apo është e qartë? Edhe tjetër të ndërozër, jo ti malehu. Disa nga dietarët e kanë përmend një formë tjetër të dhënies së pasurisë. Ka thonë, ai jep këtë pasurinë që ka para durve. Ebu Bekri të ndërozër, kur ka shku në Tebuk, kur ka mbledh pejgamberi sa pasuri, apo i ka thonë Allahu, i ka thonë pejgamberi sa, "Madha tarakta li ahlik?" Çka i la familjes? Tha, "Taraktu lahum Allahu wa rasulahu." Ja u lash Allahu në pejgamberin, në këtë e kom dhona. A nuk kupton që këtë që ka pasë ka dhonë? Jo, se shpinë se ka dhonë, as devën, kalon, mrena ka pasë në shtrat, në qebe, në qka se ka dhonë, edhe është pasuri. Kur është krejt, do në kur është ka mitë, këtë se ka dhonë, e qka ka dhonë? Nga pasuria që ka pasë në dorë, të deponuar, këtë që ka dhonë. S'ka menu kur që më vynë nesër muafën, që kjo është më dhonë krejtë. Për ta që i ka dhonë pejgamberës më ashës, mos i ngjajsh e qpesh ato. Se është dëmon nga mënyra që mundesh më u prek nga smundja e kooperacisë, kur çdo 2 saat i ngji mirë ka. Me po mi dhon 50, çfarë i ngji apo? Dhe që aty edhe bënu i gatshëm që me dhon sa ti kërkon Allahu te barekutaala. E ai sksyr. Çka apo ky çato kanë qellu, çeto kanë qellu. Ky skalkulon shumë nëse i dho çka bëhet e çish bëhet. Për faktin se udhëzimi ka kërkuar apo. Shikoj kur them udhëzimi, udhëzimi kur zëmton. Udhëzimi kur kesh nuk lën apo. Udhëzimi kur lyp apo e din që duhesh me pasë për këtë. Andaj gjitha janë me rregulla të sqaruara. Dikush mendon qysh pa kalkuluar ndoshta. Në kuptim të frikës nëse i dho çka bëhet apo. Edhe plotësoj të ndozë, nësë po flasim për ata që zhangas hinë gjenet, me nëzipshtojnë për gjenemi, apo, po flasim për elitartë, apo, e tash, se s'le ka kostën e vetë,
ja, po dënë me Abu Bekrin, po, duhet ndryshe me thonë, apo. Ama nuk mund është me thonë, unë me Abu Bekrin, ama ka, duhet milion do se më vynë edhe mua, apo. Dush me ditë me kënjë, apo. Ka mësime edhe për ata zhogas, edhe për ata të ingrej, edhe për ata, ka edhe për do, që është për ke qefti që ashtu gjithë e në të parapame në udhëzim, apo. Gjithë, apo. Këtu Allah për etka, po fletë për kategorinë matnalë të kujdesit të njerëzve që kanë e gjerëm. Këta në elitarët, këta në shembuj, këta në modelet, kush danë që rruga, kush s'mund me bajt, ka dhe tjera, ka dhe asi që me qëshurme, ka dhe asi të rifare ka. Lej ka të. Ama, kjo është grada elitarët. E ledhë ju të i mali u jetë e zekka. Shikoni, fundit, po fletë për Abu Bekrin. A dini të ndruzë kush është Abu Bekri? Do nësi i largon pejgamberët e Allahu, që a edhin Allahu kush janë pejgamberët. Pejgamberët i largon, është njëri më i mirë, pe ademi din kiametam. A për kuptani? Asë një pejgamber nuk ka pas pasus më të devotë shumë, më të sinqert, më të afërt me Allahun se Abu Bekri, që ka pas pejgamberi s'ka asë një. Me 10 argumenta, po. Nësi legojnë pejgamberët të të kategori, veç pejgamberët heqe, me miliarda një në dunja që ka kalu, Abu Bekri është koka e tyne. Kjo është në dërinat, kjo është për flasën nga për njerëz që... Shikoni tash standardet e elitarëve. Nikush do me ju në këtë lëbë, mund, e ledhju të i malehu jetë e zekka, aj që jep pasurin e ti, për shka jep? Jetë e zekka. Veç me e pasur shpirtin e ti jam tënë. Dikush jep e njëllodh shpirtin. E dikush jep e pasur shpirtin e tënë. Qysh jep e njëllodh shpirtin? Po nëse jep edhe e kapa që të suritin. Jo miku valla, edhe njëherë. Apo? Se ka kap mirë atë pamin që ai të dhonë, të shukon të dhonë, me anë... Qështu a pasur zemrën qështu? Me reklama, me foto, a pasur zemrën? Jo. Me përmenje, kër pa të dhonat kujtohet, unë e më konë qaj, që shtu pasur zemra, që shtu ngarkohet zemra, që shtu s'pastru është. Ajde në veç më pastru, unë e po do ty me mujtë me hek, unë e me ndjemalsin, unë po do ty me hek, unë e syfatsin. Shika, aj hisë ka të bëj me përfitusin heq, aj përmesti të më pastru, apëtën. është kategori, jetë e zekka, apëtën. Pës ka arë fjole, jetë e zekka, që në nënkuptan, dhe me thonë, këmgullin pastrim. Këmgullje, jetë e zekka në nënkuptan, dhe më këmgullje i sistemi i vazhdushën, veç më pastru të të rëska. Asë të qëmim se kam, jetë e zekka. E ledhju të i melu, jetë e zekka. Do më pastru për i veseve, për të ligave, nga mendjemalsia, nga arrogancë, nga pasim jepsht, unë do më pastru. Për shta pa dhohë, andaj thëtë Allah zëmë, e ledhju të i melu, jetë e zekka. E ka prioritet. S'kam asgjë para pastrimit. Pa shikojnë të mëzët, tema e pastrimit shpirt është temë bazike. Kjo sure e Mekës. Edhe Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, Allahu pa e lavdron në bastë që që rrugë. Tash madhi kush me thonë që temat e pastrimit zemrës, ajnat sinqertas, asë që s'kena vaktë Allah, që dunjoja, që do dunjo. Po dunjoja për shkakt hipokritë u prisha pëtër. Si jo për shkakt sinqertve. Apo? Po musliman që përqa për shkakt të smunive të zemrës, jo për shkakt të ibadetit, apo? A kena mundësi na mu përqa si musliman, me konë këtë nivel, ama zemrë e kena bilor. Ama qëna gjithë heq zdi, që se për jera, ja, s'ka mundësi. Kjo u prish, e du të me nëreq. A dhe jetë e zekka. A jep veç me u pastru. Edhe Allah që në pasaj thot, edhe kë, të jetë e zekka po më starejp, më kanë të realitetet, të pastrimi, disa nga djetu e tefsirit, si kurse Sadi Rahimullah, e ka një komend, do në shumë mirë, një plëtsim, ti komendi që përmenë atë. Thonë që, kër Allah përmenë me dhonë, dhenja që të pastran, nuk është gjithë dhenje. Një nga dhenje që nuk të pastran, e përmena. Ajo është e qartë. Po ka një dhenje tjetër që nuk të pastran. Jo për shkak të ndotjes. Jo. Po për shkak të qkafit. Për shkak të mos respektimit të rregullave.
Do një mund tjetë i sinqert, i vërtet, i pastër, jep, ama ka shkel rregullat. Sa të rregullat? Rregullat e dhënies thojnë, obligimet, pastaj sadakaja, zakati, pastaj sadakaja, familja, pastaj tjerët, borxhet, pastaj dhënia, punëtorët, pastaj tjerët, ka rregulla. Ama s'munësh ti bësh ditë për të thirrin çat bark la, po për të Allah se njëri s'ka, a ka sadak jep apo? Ç'ka sadak që është paran, që prish prioritetet, Allahu xhallahu ala nuk garanton, madje mohon se kjo mund të ketë pastrim. Kjo s'pastron. Për shkak se si ka pastruar ti vetë llogari që duhet. Nuk është dhënia e pastrimit. Kjo është tefsiri që thot Sadi rahimullahu dhe shumë nga dietarët kanë aluduar në këtë aspekt. Andaj, s'mo njëri për shembull e kalon keq gruan, kalon keq fëmijët, obligim familje, ama shumë bujar me tjerë. S'munësh me kono. Kjo s'pastron. Për shkak se s'e ke respektu rregulloren prioritetet e dhënies. Mas pari këtu. Ose për shembull, shkon jep jashtë vendit vet. E vend tonë s'ka këtu më dhona? Mas pari vend tonë më dhona. Mas pari në familje, në fshinësi, në qytet, tani në vend, tani çështu më ran. Ka rregulla këtu. Ka rregulla, s'u jep ti ku dush. Apo. Çfarë shumë ulema ka përmend. Nuk lejohet nxjerrja e zakati jashtë vendit vet. S'ban, zakati duhet jap vend vet. Kurbani jo jashtë mbrana. Ka rregulla që duhet respektuar prioritetet, rregullat. A me përfiton ai s'ka dy jashtë të jap dona kushia aty ilaçe s'ka me pagu. Edhe zamën e pash. S'mundesh me pas. Për shkak se ke shkel rregullat. Andaj atë zakka, ai që jap për të pastruar me respektimin e rregulloreve të dhënies, që nuk kupton respektimin e prioriteteve. Mas pari farzet. Farze ki me la borxhin. Haram është me zhagit borxhlin që ka kaluar fati dhënies e ti jep sadaka. E ndaluar është. Haram është me avanu djersën, pagesën e djersës punëtorit që të ka kry punë e ti jep sadaka. Haram është. S'ka kështu me dhonë. Ç'është dashur ti? E qysh a jep për shembull ai punëtorit, o Allah, merja se ma, për shembull, ai bën dua kundër teje e ky fukaria bën dua për ty. Doja ati që ke bo zlum është me fort, se doja këti që ke bo mirë apëtën. Andaj, kur dy doa të bon në desh, fitën aja ati që është bo zlum. Të kur mësë arën e përën. Andaj, mas pari, lani obligimet, borqet, kej që ka. Ato që janë për mu lasë, që ku shka bështë mas 5 vjetë, ose për flasë për ato borët që janë të menagjushme. Por fillimisht obligimit që e kinda njerëzve, laje, pas ta jep apëtën. Pas ta jep. E kështu sun jap sadaka, mos jap sadaka, veç loj borxhe, kry obligimet. Ase të vëzër, s'munësh, ka njerë zekat nuk jap. Zekat nuk jap. E sadak jap, e qysh Allah ke punë? Qysh i vjen ke punë? E fal sunet në drekës, gjithë, veç farën se falë, a ban? 4 reqate sunet i falë, vjen farës dhe rrinë, të një qëtë i falë sunet në mramë të dhe e së shpija, që kjo kërëtat i fali 5 vakte. Që i thimë këti njërën? Ti asë një vakë se të i fali Allah. Asë një vakë. Ti reqate e falë, ama vakte s'ke falë. Ti obligim s'ke la. Ti ka regullën finë të të zisë. Po që është du shtë jamë? është familja prioritare. Primare është familja. Përmbushje obligimeve kërkesa familjare është obligative. Pastaj kështu me radhë. Që kjo është pastrim. Edhe pastaj Allah thotë: "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza." Edhe kjo është një prej kriterieve elitarëve ato, që e ka pas Ebu Bekri. Allah thotë: "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza." Wa ma li ahadin 'indahu min ni'ma. Askush nuk ka mundësi, domethënë, mia llogarit dhënien shpagim të mirësisë. Allahu akbar. Shikoj, ky këtë ju bën mirë. Ju klon borxhet, tani do ju bën mirë, veç se do më bën mirë. Kur far obligimi moral në një skopën. As nuk e gjet, as nuk e kry punë, as nuk e nimu, kur gjë. Çështu kanë më Bekri. Andaj të nëzër, këtë mentalitet të kësaj elitarie në bujari, nuk mund me kuptu pasaj që sadaka bil husna. Ai që e ka të vullas tjetër me xhenet. Çaj, veç, tjesë se kuptojnë këtë punë. Prandaj, e kanë përqesh mushrikt Ebu Bekrin, kur e liran të Bilalin, kur e liran të tjerë, rapë si duon kur gjë, i merte, i paguan të edhe të ilirje,
smerte për veti më unë, tash hajde punon shpitem. Unë bles të rrehi, apëtën. Jo, qëfar? I liri e kur një tonë mos hajde të unë, apëtën. I ka në qëfar menje kjo, apëtën. Je pare për me shu njerëz, apëtën. Se kanë kuptu ata, pse jep kjo, apëtën. Andaj të nërëzër, njerë që nuk e kanë sunim gjenetin, e kanë problem me i kuptu sjelljet e atyre që e kërkojnë gjenetin. Së në kuptën e këtë punë, së në kuptën e këtë sakrificë, së në kuptën e këtë përkushtim, e ka problem me kuptu për faktin se kjo është niveli nalt. Kjo s'ban për asnjë lavdat, për asnjë interes nuk ban. Kjo është niveli nalt i interes vallahi, kjo është shumë nalt. Transmetohet edhe që baba i Abu Bekrit i ka thonë, o biri jam, masi po paguam, po jap parë. Lëshojnë i të forë që gjinit, apëtën. Paguaj e bile një që të krymë punë. Në esër gjinit ka. E u beki ka jepë beq ata që korës që janë dashtë. Andaj të ndozë këto disa djetore kanë zirë një kuptim e rëndësi që muslimani njët në vetë duhet sa të ka mundësi që të rrallon përfitimin për njerëzve, apëtën. Sa ma pak lejo me të bo mirë, e sa ma shumë bo një mirë, apëtën. Që kur t'i bëjsh dikun mirë, mos me gonë shpagim i mirësisë, po me konë veç të reguas i sinceritet dhe i përmirësisë. Dikush të ka gjetë, a i më patë ardhë, më patë gjetë e mu. Kjo është këthim me këthim. Edhe kjo është e mirë, edhe kjo është një nivel. Ama këta e në tjerë. Këta po jepin kështot, i krynë këkej, kush i ka bo mirë, kur se harrojnë, përveç e kanë pa një shtek tjetër që japin veç pëse janë të mirë. Kur që të tërë? Veç të nërëzër me një rast, veç me një rast, nuk duhet këtë matematikë me këqyrë, apëta. Këtë matematikë e pamë që funksionën, ku të me këqyrë? Veç me një rast, këtë matematikë nuk këqyrë, apëta. Në marrën e dijes, apëta. Së në thush, s'po mësej për ti se nesër tani, këtu s'ka, apëta. Dija i thënë këtë standardë. Për që ta Ebu Bekri ka pranun nga pejgamberi gjithë që ka me mësu, ama s'ka pranun për i kërkujt kur që me i dhona, apëta. Se mësimi, ilmi, që qënë të ka Allahu diçka tjetër, a dunja e diçka tjetër. Përndaj, kur flasim për pavarësi, edhe kur flasim për epërsi, flasim për dunja. Mundohu që në dunja, së të mundesh me durtua, me mund tonin, me pak tonin, me djerës tonin, së të mundesh. Ndërsa për heret, ku të mundesh? Ku të mundesh? Te majriju, te majvogli, heq pa më dhe ullë dhe mësa. Këto s'ka apëta. Ebu Bekri i pari hynë islam, Ebu Hurera për të mëranëve, ama Ebu Bekri ullë këtë Ebu Hurera, që ka thonë pegamberi ka zonë? Elmi e kjo, këtë s'ka më apëta. Ata ibn Abi Rabah u konë rabë që e kanë blenë, trege kanë shua apëta. Ama u bu djetarë, kejtë në ullë para ti në dykujtë kam su apëta. Elmi dhe qëka tjetër apëta. Ilmi, për thëmë, dhja që qënë të ka Allahu Azzel, që së në thush, s'pa shkrejt e kënë derë se tani, sa të unë të këmësu, këtu kësi ka mëzbëk se ka lëvime, asu nësë të s'ka kësi ka lëvime. Dhja që qënë të ka Allahu Azzel, te i kalem këtë standarde. Ne po flasim për standardet e dënjas. Monon këtë një me këni pavarën. Jo me përfitu për gjithdo oferte. Një manë tjep, bo në zotni. Po, nëse jemi në zarë, ki nevoj, jemi njerëz, sot tim gjindesh mua në ty, këtë e normale. Mirë po, mos kultivo mentalitet të varësisë, apo më kuptoni? Mentalitet të varësisë, mentalitet të viktimës, gjithë ai gjunahu, gjithë ai që duhet tonë më qutë, ashtë mja mjetë do para mja dhe në gjithë, jo, bënoj që jepë, jo ai që merë, që ki bëno, lufta për me konë bëmirës, por bëmirës i pavarën, bëmirës të vonë njanëshëm, jo dyanëshëm, jo ata ty dhe tja ty njanëshëm, veç jo në dhomë, sa të më jepë, që kja është ajo elitaria e Ebu Bekrit, wa mali ahadin indahu min ni'metin tujza. Askur s'u thot se më ke liru se atë kujtohet një kanata pa ta qelë kur më konë, ja kur s'më ke qelë kur gjojt një tonë apo. Edhe kur pëjtes një pisen, veç innema nut'imukum li wajhillah. Na ju japë mongër veç për hatë të Zotit xhallahu ala. Edhe në fund Allahu thot illa ibtigha wajhi rabbihil a'la. Këtë bën veç e synon ftyrën e Allahut të lartë. Pse e ka përme Allahu ftyrën? Për fondin se besimtar kanë pa Allah në xhenet apo. Kjo është kulmi i arritjes. Apo kulmi i arritjes apo. Andaj shikoj sa është besimtar ambicioz. Dikush kërkon ftyrët e njerëzve, lavdët e njerëzve. E dikush ftyrën e Allahut azza xal me pa ditën e gjykimit apo. Me pa në ahiret, në xhenet, në shpëlim apo. Dhe këtu Allahu azza xal të ndrozë e ka thënë
illa ibtigha wajhi rabbil a'la. Se Allahu përmend si emrat e tij, si të tij, jo veç ashtu, po e dini, po janë përputhje me kontekstin e fjalisë dhe temës. Shiko këtu është përmend a'la, atje taradda. Duhet me të njëjtin mall. Njëri me pasuri është hudh, atje në grop, në xhenem, e tjetri a'la, është ngrit tek Allahu xhallahu në majt më të larta të mundësisë arritjes së suksesit që njëri ka mundësi me kapur. Pa i njëjti, ky me pasuri ka ra, e ky me pasuri është ngrit. Wallahi sen s'ka pas e vëgë tjetër pas se ka pas ata të tjerë. Sen. Veç se ky me këtë ngrit, e ky me këtë ka ra. Pa duhet me kuptuar se cila është pasuria, cila është dija, cila është rruga që ngrit, e cila është ajo që poshton në çmën e përbuzë apo. Dhe Allahu xhallahu tha rabbihi ala. E ka lyp do Zotin më të lartin. Më lart se Allahu s'ka. Prandaj ai ka pas lime madhore, ka pas ambicie kulminante, nalt më shumë i ka lyp. Dhe njerëzit kanë fukara, kanë lyp në lavdat, në certifikat, në respekt, në mëshudhën. Të janë tolë të vazhdimit, ka përcejnë Allahu. Çfarë vin këto? Merrnu njëri për to, ardhën njëri për to sa Allah. A investon njëri jetën e pasurinë për në respekt njerëzosh me ai kapuçi kur ka përcën. Punë e madhe ato. Kjo është ambicie ult. Në kërku diçka nga dunjaja. A besimtari lyp më të lartë më shumë. Çka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kur lypni pe Allahu xhenetin lypni Firdausin. Mësoni me me lyp më së larti. Mësoni me qenë ambicioz. Mësoni me qenë ata që kërkojnë më të mirën. Më të lartën. Kjo është edukacia që mëson Allahu xhallahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe Allahu pasaj në fund betohet me garancë sa ato që ka lyp Abu Bekri wala sawfa yarda. Edhe kjo la është lam i betimit, që realisht të tregon betim. E Allah në kuptim sa dhe thot, dhe pasha Zotin ka mu knaqë. Subhanallah. Ata kanë lyp knaqësin, që kanë gjithë? Shëmtin e qërtimin ato. Kjo e ka lyp knaqësin, edhe e ka gjithë. Ama ka ditë cilë me lyp apëtën, e që kjo është? Me ditë cilë me lyp apëtën. Dhe Allah gjellat, wala sawfa yarda. Kjo sawfa të vëzër, ka artu me kuptim të garancës edhe vazhdimësisë. Sawfa. Atë kuptim heq pagale, se pasha Zotin ki mu knaqë apëtën. Këna me të gëzu apëtën. Dhe për fund të vëzër, disa djetarë ka nëse edhe kjo ajet, krasë që fletë për shumë bletë u Bekrit, fletë edhe për një aspekt të rëndësishëm shumë, se nëse Ebu Bekri ka më u knaqë ditë gjykimit me qëtetë, nësa i ka më gëzu, qëka i bjenë? Se ata që e kanë shajt, e kanë malku, fart kanë më idhnu, ka më shgënju, ka më dëshpëru apëtën. Ata që e kanë shajt Ebu Bekri nga grupacionet e devijuara ndryshme, e që e kanë shpalë të dalën feje, ku e dy në qëfarë, nga grupet e caktuara, po, ata, kjo ajet ka zonë se ju keni me qenë të shgënjuret, ju keni me qenë të humburit, nëse kjo është fitimtari, edhe kjo është ai që Allahu i të barta ka me ja dhënë kënaqësinë nga gjitha anët, ka cilët do të jetë i kënaqur për shkak se ka hosil, ka bo mirë. Prandaj nga gjitha anët ka më ardhur dhe shpëlimi edhe kënaqësia Allahu xhallahu ala wala sawfa yarda. Andaj kjo është, sikur të thash, një shembull i suksesit i manifestuar përmes figurës së Ebu Bekrit. Mirë po, mundësia është për gjithë neve. Rruga është qelë, apo mundësit janë, udhëzimi është, tash, kushdo që dënë, duhet vullnet, ambicje, sakrifice dhe përkushtim, por me lejnë Allah Gjellera, fundin e ka të mira. Fundin e ka të mirë është vule e Allahu te barekutaala që garanton kënaqësi në dunja, ka me pas e mostasin për atë që e ka në botën tjetër, në egzoft Allahu zemrët në dunja me punë mira, edhe me bamirësi, e me kontribut, e me dashamirësi e respekt, e mbi gjitha në egzoft Allahu xhallahu ala zemrën tonë, sytë tonë, gjitha që i kemi me shpëlim xhenet, në veçanti me mundësinë me e pa Zotin ditën e gjykimit dhe në xhenet, sikur na ka premtuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kaq për sonte, Allah është shpëlbeft, Allah nderoft. Me kaq për surën Al-Lejl, vazhdojmë inshallah me surën e radhës, dhe atë Zoti nderoft, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.